fillohet me ndërtimin e objektit të komunës. Kompania Albes nga Istoku, fituese e tenderit për ndërtimin e objektit të komunës, financuar nga Komisioni Evropian, nesër fillon punimet. Kështu tha në takimin final të mbajtur në ambientet e komunës, ku morën pjesë drejtuesit e komunës, përfaqësuesit e kompanisë hartuese të projektit, të konsulentës teknike, EPTISA si dhe punëkryesi. Nënkryetari i komunës Dibran Përçuku ka ofruar bashkëpunim në çdo segment në mënyrë që punëkryesi të mund të fillojë punimet qysh në ditën e nesërme. Sipas inxhinierit të kompanisë Albes, Borim Lolloku, punimet në ndërtimin e objektit të ri të komunës pritet të zgjasin 15 muaj, ndërsa fillimi i tyre starton nga dita e nesërme. Sipas tij, vlera investive kalon shifrën e 1 milion eurove.